Të nderuar dëgjues, në studion Mirëmëngjes Shkodër jam me aktorin e humorit Anton Krosaj. Mirëmëngjes Anton, mirë se ke ardhur në studion ton. Mirëmëngjes ty herë në radhë parë edhe një dëgjuese të Radio Shkodër. Natyrisht ta nisësh ditën me bisedën me një aktor humori është shumë bukur, ndoshta të jep impulse të bukura, kujtime të bukura nga rolet, çdo gjë që lidhen me humorin, me ndjesinë e buzëqeshjes, të qeshjes, sepse siç thuhet humori është një ndjenjë që të zgjat jetën. Në fakt, meqense se jemi në ditët e fundit të verës, në ditët e para të vjeshtës mbase, dua të pyes si kaloi vera për ju? Tash para se me tregu se si kalu vera, do më thon dy fjalë për ty. Patjetër, faleminderit. Unë në gjej Radio Shkodër se jam një mosh, 50 vjeç, edhe je një pasuese e denj e Zana Dibrës. Faleminderit, është shumë jo vetëm si gazetare, jo vetëm si gazetare, por edhe si folse, edhe ashtë nërë për Radio Shkodër që të ka ty. Faleminderit. Më nderoni që keni ardhur në studio. Tashi, si e kam kalu verën. Si ta në verat, me shku pak në plazh, me ju bëjt qefin të fëmijëve, kam lëviz për Shqipënijet, parasysh ndryshme, ekonomike, dieta e punë. Pra, gjithsesi, në një farë mënyrë hedhën vështrimin tek Antoni familjar, megjithëse unë ju kam ftuar si Antoni artist. Unë e kuptova pyetjen kur më bëhet, po ta janë të natë lidhuna. Absolutisht po. Çdo pjesë e jetës që lidhen me familjen, me skenën, me gjitha. Të gjitha sa mund të kuptohet çojnë ujë në atë që quhet jetë. Jetë e përditshme, jetë profesionale dhe jetë familjare. Në fakt, Anton, të dalësh para spektatorit, sa e bukur dhe e vështirë është? E vështirë është me dalë në provim. Çdo aktor, sidomos e strat, se drama, edhe ajo ka shtyrësitë e veta, po drama nuk pret në reagim të madh spektatorit. Kurse na kena ndryshë, na kena provimin drejt për drejt. Po e the batutën bukur, po e the fjalën bukur, na presin me qesh spektatori, atë kënaqësia jon më e madhe, është sidomos me të prit mirë publikun në fillim, dhe me thonë e ke marrë shtaten, atëherë lirohet aktori, shkon të teta, të nona, të veta, si mas aktorëve, edhe si mas roleve. Është kënaqësi e jashtëzakonshme kur të pret publiku mirë. Në fakt, kjo është një marrëdhënie përhershme juaja, por gjithsesi në një farë mënyrë, meqense tashmë keni formuar profilin tuaj në sken me role të ndryshme në zhanrin e humorit, a mund të zbresim paksa në vite për të hedhur dritë mbi atë nisje tuajën që ka bërë që ju të merrni këtë rrugë të artit? Atë nisja jam është në fabrikën e Don Signorëve. Në vitin 85, me 21 maj 85, kam dalë për herë të parë në skenë. Ma Ferguson Kruja, nështë edhe nga Bazëreti, por... Pra rreth 33 vite më parë. Po, por edhe në shkollët mesme, kur kam qenë në shkollën industriale, kur bashkë në aktivitete shkolla, më kam dhënë në rol të vogël kështu, edhe figurant. Edhe aty, po me fabrikën e Signorëve kam dalë për herë të parë në skenë. Me regjisor Gzim Krujen. Aty kanë qenë këngëtarë shumë të mirë, Boja Çamili, Arnan Bala, kanë qenë aktorë shumë të mirë, Gzimi, Gjiliana Marashi, Fatmira Puka, kanë qenë aktorë shumë të mirë. Bile për para, aty kishin dalë edhe Tanu Banushi, kishte punu elektricist në fabrikë Signorëve, se Big Pepa, edhe aty, Toni Tërshana këngëtar, aty, Justina Ali aty, kishte fillu punëtore, pra ka qenë një normale se ka dhënë artista.
Dhe për hir të së vërtetës, ka qenë një periudhë shumë produktive, shumë artistë të mirënjohur e kanë nisur pikërisht nga këto qendra pune, nga këto lëvizje amatore që kanë patur një lulëzim të jashtëzakonshëm. Komplet e sala Shkodrës. Dhe natyrisht janë bërë ajo trampolina e parë ku më pas ka hapur dyert e skenës me hapa disi të brishta, më pas të sigurt në rrugën e artit për shumë artistë. Shumë kanë dalë vetëm prej nërmarrjeve, bile ka qenë një kohë si estrada konkurrote me aktorë të zgjedhur nërmarrjeve. Në kinema punëtore, si kanë thonë atëherë, kishte shfaqen, teatri kishte shfaqe estrada, u mushin të dyja sallat plot. Pa kënë, tash më duke se më kanë të lavdëru punë tjetër, por nuk ka lidhje e punë, po është një fakt i vërtetë që shumë prej artistëve kanë dalë nga këto lëvizje amatore, kanë patur shkollën e tyre të artit, duke marrë natyrisht eksperiencat e para me të tjerë aktorë të tjerë, e më pas kanë vazhduar. Po, tash në teatr. Më pas ju aktivizuat me këtë... Kam qenë si aktor i jashtëm me të estrada në rol të vogël kështu. Në vitin 2001, aktori i mirë, shumë i mirë, Edmond Halili, shkon në Durrës me familjen. Edhe ju përshtat që i fije unë i ngjashëm mundit nga fiziku, edhe më afrunen mu që nga 2001 dhe deri tani. Në fakt, me një ecuri të tillë, qoftë nga lëvizja amatore më pas në atë profesioniste, kanë kaluar vite dhe ju keni krijuar eksperiencën tuaj. Si ka qenë marrëdhënia me spektatorin brenda dhe jashtë shfaqjes, brenda dhe jashtë skenës? Spektatori Shkodran ka një veti të jashtëzakonshme. Ai se Shkodra nuk është një vend me miliona banor, po është një qytet që e dën artin shumë, e dën kulturën shumë. Një herë me donë që një aktor, qoftë edhe i ri, pa njoftën, po dha diçka, Shkodra të përkrah. Shkodra të dën fort, sidomos artin, sportin, Shkodra e dën shumë. Për herë të parë kur kam dalë në teatr, muan të një komedi, Ylli i mëngjesit, po kam pas një pjesë shumë të vogël aty, edhe sa kam dalë në skenë, kanë qeshë dhe kanë dorë të kitë. Pra, janë gjana si Shkodra të mirë pre. Është e jashtëzakonshme. Pra, ju e mbani mend atë përkrahje që u ka dhënë spektatori që në nisjen e parë tuajën. Edhe kur kam dalë në për monologje vetëm, në batutat e para, nështë kam pasë risk, po batutat e para fill njerëzit të i qeshë. Me të madhe e të më përkra, mandej është nxitje shumë e madhe për aktorin. Po jashtë skenës, keni patur ndonjë rast të veçantë kur jeni ndjerë tepër i vlerësuar? Po njerëzit e thjeshtë në rrugë, më nalojnë. Delni më mua shpesh. Të rrokën, të përshafojnë, të japin respekt ma shumë se duhet. Bile, unë e manoj me dhejde se tham, si mi është për blykët e në njerëzve. Pra është një ndjesi... Shumë e madhe. Anton, zhanri humorit ju është përshtatur ju, mendoni, si person, apo është zgjedhja regjizorëve që ju kanë shtyrë në këtë zhanër? Pashapora është Zoti. Ai don punë në fillim, mandej edhe regjizor. Me çfarë regjizorësh keni punuar? Shumë të mirë. Kam pas fatin e mirë që kam gjetë regjizorët e mirë edhe aktorët gjigantat të Shkodrës. Ata kanë qenë mësuesit më të mirë të mi. Bile e kam si zorë me folë fort për ta se kam ndjenja për ta. Mirënjohja është një vërtet njerëzor. Dhe siç duket tek ti ka zënë vend pikërisht tek këto njerëz me të cilin keni bashkëpunuar, që bashkëpunoni çdo ditë, që ju kanë dhënë dhe natyrisht keni patur një marrëdhënie reciproke me ta. Unë gjeta regjizor Barsmojen. Ndjes pas. Ka qenë dhe drejtori ynë.
Po, gjigant, se e njifte humorin Shkodran mirë. Kam punuar me Edmund Hillin, me Eles Kaderin, mësusa, ata kanë pedagog. Ma shumë se kanë mëru shkullën për regjizur, me të regullve, pse dhe me dojnë s'kenë, kuj, të kush dhe me përcel diqka, kanë mësusa, kurse Bordek e ka pas të mëndsh me humorin Shkodran, ka pas i humor të jeshtë zakonshëm, Bordek. Janë ndjesi shumë të bukura njerëzore. Nga ana aktorëve kam gjetë Zeliha Milotin, mjeshtra e madhe, Zev Dedën mjeshtër e madh, Besnik Qinorin mjeshtër e madh, Dane Gjajn, aktore shumë e mirë, i kam gjetë, s'kam si me dalë në keq. Është e vërtet. Anton, megjithse shfaqjet e stradës të ofrojnë shumë role, qoftë edhe brenda një premiere, ju përveç në shfaqjet e stradës keni interpretuar edhe në komedi. Siç e thatë në fillim në një komedi që keni nisur me Duart Trokitje, mund të përmend një komedi tjetër Surpriza në rolin e Titit, por edhe komedi të tjera. Si ka qenë kjo gjini tjetër më madhore se një sketch, se një Komedia ka i specifik dhe qanë se je fillim e mërim i lidhën kurse skeqi e grimsat e parodite ndohen kjeve kongën mes pregadite që e fështira botë do të delsh për i rolit një rol tjetër. Kurse komedia është vazhdimësi edhe se s'bën do të rush njëjtën linjë. Edhe kjo komedia si thot ju, Surpriza, shkume nga i madhe Fadil Kraja, me regjit Bars Mojs edhe Besnik Qinorit. Me thonë detën kur mu besu, thash se edhe mosha të rrët e sa vjeç, golli 14 atëherë, thoshe a thuj për shtatin. Kurse mund një ashtu me atë tipin e vetë, me ata gërshetat e me ata tufat e flokëve, hinte se edhe gjuhën e kishte vetën. Po, Raimonda Marko, aktore shumë e mirë. Në këtë komedi. Aktore shumë e mirë dhe Monda, që janë shumë aktorë të mirë që ka teatri me gjeni, por me thënë deni këna me të parë regjizor tash, se edhe Lvizin, se ka djemëtëri që kanë mëru për regjizur shumë të mirë, po nuk rrinë këto se në ana ekonomike, sepse rrogat, se po dalë në temë tjetër, rrogat janë pak qesharake, Milan Besnik Qinorit. Po, letë mos i përmendim shifre. Se s'pajnim të ne punë. Dhe ju realizuat rolin e Titit. Po, Titit. Aja si ngjarja është e vërtet, Fadile e ka marrë vërtet, ajo ka kënë mu bët dram, ose të me thonë drejten komedi e zezë. Komedi e zezë, për ngjarjen. Por, Besa, me Bardhin, me lejën e Fadilit, e këthyne në humor. Edhe doli shumë e bukur, sa që 13 net e këna marrë rresht. Në fakt, pjesët e humorit janë shumë serioze, sepse në përmjet humorit prekin thellë. Është gjysma të vërtet. Humori është gjysma të vërtet. Dhe në fakt njerëzit e humorit janë ndër njerëzit më serios të jetës, sepse marrin ato çka therr, ato çka godet dhe vendosin në një pozicion të veçantë në mënyrë që edhe ti ta mendosh, por nga ana tjetër të mos hidhrohesh aq shumë ta veshësh me të qeshura. Qeshe njësh. Po, mirë, Anton, ju përmendët mjaft aktor dhe regjizor. Si ju kanë përkrahur ju, sepse spektatori është njëra anë, po ai ambienti përditshëm, ajo mirëmëngjesi, Nadia e mirë që ju i thoni njëri tjetrit, ato kafet që ju pini së bashku, ato bisedat, besoj se ndikojnë shumë tek shpirti juaj, apo jo? Po. Në fillim kur në stradë, si shemësu me me kështu në për tavonin e fort, po ata edhe kur rrim tavonin me pi kafe e kanë mëndën të shfaqja. Edhe aty, të pi kafen, të dullan këshirë. I këtë, keme a thani kështu. Se ka me dal tjetër me thani këtë përgjit. Me thani dhejta unë ishe i pa përgatitën se... Naturisht, nuk isha marru shkollë për artin.
Po, janë gjigonda. Janë mësusat vërtet gjigonda. Nuk di muziveç. I shoham ta kanë në me bën e libër vetëm për ta. Në kujtime se Anton, në fakt, siç e thatë ju, aktorët e teatrit Migjeni, qoftë të dramës, qoftë estradës, janë aktor brillant, shumë të mirë, që kanë hedhur hapat sigurt në themelet e artit shqiptar. Megjithatë, nuk është se ndjehem në këto që flas, nuk ndjehem shumë pesimiste sepse Shkodra gjithmonë nxjerr, por aktualisht aktorët e rinj në estradë më duket se mungojnë. Si shihni ju këtë problem? atëherë, veç shkolla në Tiranë tash ka një ndomje ja. Kanë met edhe pedagogët atje, kanë met më shumë pedagogët të dramës. Jo se ka pas humorit, po një prezitune si punë e Kadiri Roshit me shok, ata kanë qenë njerëz edhe me humor shumë. Edhe kur kanë shpjeguar mësimin edhe në dramë, edhe që ka shima shqiptarë gjithmonë ke batuta humorit me Po. Ata da kanë lanë indicjen me i fut humor. Kurse sa shkolla është strikte. Është strikte krejt. Edhe këta djemë të risi kanë hi, të shvojzat të rja djemë të rinë të ata, ka në një si kanë dhona për humorin, po më shumë i pëlqen drama se është pagesa më mirë, shkurt më bërë. Kurse të e strada, është nëshë e mëllim këtë se Mendoni që do të ketë gjenerata të afërta që Shkodër, do t'i ofrohen? Shkodër, se zban, nuk ka i Shkodëra. Humorit nuk ka. Shumë shpejt, se një dy djemë janë po marrën edhe shkollën e lartë, kanë humor shumë. Edhe thamë se kanë me kanë në stadin e Shkodër. Jo të mirë, po shumë të mirë. Bukur. Mirë, kaluam një sezon artistik dhe vjen një sezon i ri. Por ju si ishte sezoni i kaluar? Sezoni i kaluar ka kanë me aktivitetet më ndryshme, si nga ana jonë, si nga ana orkestrës. Drama ka dhënë një 4 shfaqe, orkestra ka dhënë koncert me këngën popullore shkodërane, koncert me të rit, ose e futet banda, aktivitetet ka kanë shumë të mëdha në teatr, edhe na kanë dhënë një komedi lumturi në Fukarallek, Po. shumë e suksesshme. E kanë dhënë 9 ditë, se e ndërprejnë se kishte aktivitet tjetër, se vazhdoi dhe moja, pa kanë një komedi për të kalumen, se si njerëzit kanë ndaj diku në rrava, janë qenë në 2 natë që kena kalu tonë, për i shishe qumë, po kanë se e kanë prit spektator mirë, bile e morë me frikë në fillim se thoshim mos na marrin për këtë po kujtojnë kalumen, po e priti shumë mirë spektatori sepse rinia më morë vesh se që kanë hek prindit e të në. Në fakt, këtë komedi të Bes Qinarit, që është dhënë me shumë sukses në skenën e teatrit Migjeni, nuk e di, do merr një pjesë në Koko Fest, sikur nuk ju e kam parë emrin? Ja, sepse tash ne fillojmë aktivitetin se kena 60 vjetorin e stradës, kena 2 shfaqe rresht, një komedi Qazim Qelç, edhe një shfaqe e stradet me materiale Talent Çuliçit, Molli Talent Çuliçi, se harrova me përmend se ajo është një nër njerëzit që më ka afru më shumë në televizionin shqiptar, kam marrë pjesë një 500 më të tia, me role të vogla, po për mua ka kemë nërë, sepse është edhe juji, rreth televizionit shqiptar, se televizioni shqiptar është për mua me të televizioni më i mirë. Është gjiganti i televizioneve. Jo, është nona e televizionit tjera. Po. Se thojmë na shkolla e parë. Na thojmë gjuhën tonë, televizioni shqiptar, edhe kameraman, si e njofton, e dojnë qimen për gjys. Janë shkollë, më vedi. Kam mo, deshtë më thonë që si mjetë, kena 60 vjetorin e stradës, jena ullë të avolin, po punojnë për ditë, me dalë sa ma mirë, që me nëru vedin, me nëru dhe Shkodën. Ju çfarë rolesh keni në këto shfaqje? Unë rëndas të i skeq, që quhet Detingu, është
është i kohës sotme, grimca humoristike, musha me bolla i parodi, po s'jam për këtë punë se s'kam zonesh, do ta rregullojmë atë punë. E kështu ka larmi shumë të madhe. Ndërsa komedia? Komedia është e Qazim Qelsh, budalli deputet, e pa titullin, është e kohës sotme. Kena bërë leximet e para, është shumë e bukur, pa i temë shumë e bukur. Ju keni një rol të veçantë? Kam rol, po nuk i kena do halo, se janë kena dhe munges, apo do të fusim të rimra, se kena munges, se 2 kena met, edhe nuk e di rolin e të më hala, se a është kë, a kë. Gjithsesi jeni në një lloj dileme. E din regjizori. Regjizori kush është? Regjizori është Besnik Sinori, një është një malë. Aja që di që është, që me thonë, asistent, sepse është angazhuar në televizionin shqiptar dhe ai fillon punën e vet atje, ka finin me bë. Edhe këtë. Bukur, na dhat shumë informacione. Megjithëse unë në javën që vjen do të trokas përsëri në Teatrin Migjeni dhe kam të ftuar drejtoreshën Rita Gjeka, por këto informacione natyrisht në këtë bisedë dhe përveç asaj që ju dhat për individualitetin tuaj artistik, na mbushën sot jo vetëm programin, por besoj se i dhanë edhe një informacion të bollshëm dëgjuesve që na ndjekin për jetën, veprimtarinë e aktorit të humorit Anton Krosaj, por edhe për atë çfarë përgatitet tani në Teatrin Migjeni, kryesisht në sferën e humorit. Anton, natyrisht bashkëbisedimi, ecja në vite, rolet, duartrokitjet, marrëdhëniet me artistët, marrëdhëniet me spektatorin, por edhe jeta familjare është një anë e bukur e aktorit, pa të cilën nuk mund të mos mbështetesh fort, apo jo? Ju më herët që në nisje të programit ton, thatë që vera është shumë familjare. Po, unë drejtash kam i gru. Ja pra që humori buron tek ju edhe 2 fëmijë, djalin që i paç me jetë. Edhe ti shoha, djali fillon universitetin, kurse vajza në klasë 7. Familja që kam pru më e të hunë gjithmonë, sepse ata kanë mësimet e veta, nështë gruaja dhe të bo me hongër, unë i thëmë, po shoni se jam të lezu diçka. Të gjithë mësojnë, sepse jeta është mësim, apo jo? Ju mësoni rolin, fëmijët mësojnë mësimet, gruaja diçka tjetër. Me kuq qepe. Po bukur, ajo është një pjesë e rëndësishme e jetës familjare, ushqimi, apo jo? Kështu që jam bëshli e bashkëshortes, edhe fëmijëve, sepse edhe kur nuk jam shtëpi, jena në aktivitetet ndryshme, dhije që e familjare vetë, do t'i bojnë gruja të në punë, vetë burre, vetë grue, të në edin të vetë të punë. Po, gjithsesi, ju bëjnë vrejtje, vinë t'ju shohin në shfaqe? Djali, më thënë drejtën, se gruja nuk më bënë za, se thot, mas preke me mas... Mos të lëndoj. Pa djali po. Djali po, se ashtë rritë, ashtë edhe i shef edhe të rritë, shef edhe aktivitetet tjera. Djali ma jep në i mendim, jo se e pys fort, po... Nuk e pys, ja merë përsi, por... Jam një gjaj djalin, po... Në gjatë vogël, shto se e thot, ka ndëru brezi, bab. Se më thonë, ka herë më thot, mas rinë ziz. Po ka ndalë benzit ashtë. Po, e ke trashëguar humorin tek fëmijët? Ja. Edhe në qo se kanë pas qef në shkollë, kur kanë bërë aktivitete, ja kam largu. Pse? Ashtë një shumë vujtëse. Ashtë vujtëse. Gjose se kanë gjak vetë, nuk ja është një gjak. Fëmijët do marrin drejtimet tjera? Thamë se po. Kismet? Thamë se po. Po ju nëse do ta nisnit edhe një herë jetën, do t'i drejtoheshit skenës, aktivit? Vetëm skenës, asisent tjetër në bojë. Bile, ta thamë kështu me shtjerë, nëse edhe e herë bukë në ditë, kishe hangër vetëm
Më marrë Sa më humorin. bukur. Një dashuri edhe në një marrëdhënie shumë planche, shumë mirënjohëse për të gjithë kolegët, për dashësit, për familjen. Këto ndjesi dhe mesazhe na jep biseda me aktorin e humorit Anton Krosaj. Anton, unë dua t'ju falenderoj shumë që ishit sot në studio. Natyrisht krahas informacioneve, mesazheve shumë njerëzore, edhe humor na dhat. Besoj se edhe dëgjuesit janë të një mendimi. Unë po ta them lloj Bachelet, me që pa mjullin me humor. Po. E din para se mu feju, e lojnë qistin vetën. Janë ata, se njëllën tonë, po i lojnë sin veti, pini kafe jo dy, e bani mua betet tuja. Po. Mirë pa ideali ishte pak se cik. I thot asaj vajsh, i qatë thot, ne po i presim punë, pa du me më të regu që a ke pas në i lidhje për para. I thot që vajshja, jo, nas një as i lidhje. Thejohen, mas një 10 ditve, Ky djali fillan me puth këtë vajzën. Edhe kjo vajza i lëshohet detë, i lësho gota. Po. I thot ky djali, thot po, u kim su mu puth. Për sotën ma ti të i pa telenovela. I thot ky djali në budale kësi, për thot, a unë që la neshe po në stadion, po s'kam dit me lujt top kur. Ja pra që pasaj qënë shumë i zgjuar. Anton, faleminderit shumë, edhe për humorin, përveç mesazheve dhe informacionit. Faleminderit edhe për teknikëve. Ju përshëndesim. Edhe faleminderit për dëgjuesit e Radio Shkodrës. Është kënaqësi që sot të kishim këtu në mikrofonin e Mirëmëngjes Shkodër. Të falenderojmë shumë dhe të urojmë suksese në jetën tuaj artistike, por edhe familjare. Çdo gjë të bukur dhe të mirë, një urim zemre nga programi ynë, i cili gjithmonë është interesuar për sukseset, për ecurinë e artit, po dhe të çdo gjë tjetër në Shkodër.